Miqësia, frika dhe maskat shoqërore në botën shqiptare. Një reflektim filozofik në frymën e Spinozës. Disa njerëz nuk janë miq të tu. Ata thjesht kanë frikë të jenë armiq të tu. Kjo është e vërtetë. Kjo fjali tingëllon e ashpër, por prek një të vërtet shumë njerëz që e kanë përjetuar në jetën e tyre, por në heshtje. Në shoqërinë shqiptare, aty ku marrëdhëniet personale shpesh ndërthuren me interesat, pushtetin, fisin, politikën dhe statusin shoqëror, miqësia nuk është ajo që duket në sipërfaqe. Shpesh buzëqeshja nuk është shenjë dashurie, por një armaturë kundër konfliktit. Filozofi holandez Baruch Spinoza, me origjinë hebreje, do ta shihte këtë fenomen jo si një problem moral, por si një pasojë të natyrshme të emocioneve njerëzore. Sipas tij, shumica e njerëzve nuk udhëhiqen nga arsyeja, por nga pasionet, frikrat dhe dëshirat. Njeriu nuk urren sepse është i ligë, ai urren sepse ka frikë. Nuk shtiret si mik sepse është domosdoshmërisht mashtrues. Ai shtiret sepse ndihet i pasigurt. Në realitetin shqiptar, kjo shfaqet në mënyra të ndryshme. Ka njerëz që të përgëzojnë për suksesin, por ndjejnë shqetësim kur ai sukses rritet. Ka njerëz që qëndrojnë pranë jo pse të admirojnë për forcën tënde, por sepse nuk duan të përballen me të. Ata nuk janë miq në kuptimin e vërtetë të fjalës, janë individ që kanë gjetur një ekuilibër të përkohshëm midis admirimit, interesit dhe frikës. Spinoza argumentonte se çdo qenie përpiqet që të ruajë dhe të zgjerojë ekzistencën e tij. Ai e quante këtë përpjekje conatus, kur dikush sheh tek tjetri një fuqi, një ndikim apo një aftësi që ai vetë nuk e zotëron. Dhe kjo mund të lindë atëherë zelia. Por zelia nuk është gjë tjetër veç se trishtimi që ne ndjejmë përpallë lumturisë ose suksesit të dikujt tjetër. Në një shoqëri ku krahasimi është i vazhdueshëm, zelia bëhet një hije që ecën pas shumë marrëdhënieve të ndjek dhe në fund të jetës. Dhe kjo ndoshta shpjegon pse në botën shqiptare shpesh gjen më shumë njerëz që të duartrokasin në sy dhe të kritikojnë mbas shpinë, sa njerëz që thonë të vërtetën hapur. Konflikti drejt për drejt shihet si rrezik, ndërsa hipokrizia si mekanizëm pjetese. Shumë veta zgjedhin të mos jenë armiq, jo sepse kanë kapërcyer urrëtitjen, por sepse kanë guximin ta shprehin atë. Megjithatë, Spinoza nuk do të linte njerëzimin në këtë pesimizëm të thellë. Ai besonte se liria e vërtetë fillon kur kuptojmë shkaqet e emocioneve tona. Kur kupton se pas sjelljes së dikujt fshihet frika, nuk e sheh më si armik absolut. Me sheh si një qenie njerëzore të robëruar nga pasionet e veta. Pra ne jemi sklavër të pasioneve tona. Në këtë kuptim, njeriu i mençur nuk matet nga numri i miqve që ka, por nga aftësia për të dalluar miqësinë e vërtetë nga afërsia e rreme. Miqtë e vërtetë nuk të afrohen sepse kanë frikë prej teje. Ata nuk qëndrojnë pranë për shkak të interesit apo llogarisë, çfarë përfitimi do kenë. Ata gëzohen për forcën tënde sepse nuk e perceptojnë atë si një kërcënim për ekzistencën e tyre. Shoqëria shqiptare, si çdo shoqëri tjetër, do të ishte më e shëndetshme, për mendimin tim, nëse më pak energji do të shpenzohej për ruajtjen e maskave dhe më shumë për kultivimin e sinqeritetit, si një djalë i vogël që thyen një shishe dhe i thot babit e thyva. Frika krijon aleanca të përkohshme,
Arsyeja krijon besim. Frika prodhon heshtje, e vërteta prodhon dialog. Prandaj ndoshta fjalia që duhet na ngulitet në kokë nuk do të jetë një akuzë ndaj të tjerëve. Ajo duhet vlerësuar dhe si pyetje për vetveten se nga marrëdhëniet tona janë ndërtuar ndoshta mbi respektin e ndërsjellët apo mbi një frikë të padukshme. Pra duhet ta pyesim vetveten në çdo rast. Spinoza do të përgjigjej se njeriu bëhet vërtet i lirë vetëm kur nuk ka më nevojë që të shtiret dhe një shoqëri bëhet vërtet e fortë vetëm kur miqësia nuk lind nga frika e armiqësisë, por nga gëzimi i përbashkët për ekzistencën e të të përbashkët. Në fund të fundit armiku më i madh i njeriu nuk është kundërshtari përballë tij, por frika që detyron të fshehë atë që është e vërtet para vetes. Dhe kjo shtrihet dhe në marrëdhëniet tona personale. Kjo ndikon në marrëdhëniet tona më të ngushta. Ju falenderoj dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor dhe filozofik.